Dashi. Do flisni shumë sot, por do t'ju mungoj koherenca. Kjo mund të sjellë probleme të njëpasnjëshme. Nëse keni një lidhje, mundohuni sa të mundeni të tregojeni diplomat, sepse ai që keni në krah nuk do të durojë çdo histori tuajën. Nëse jeni beqar, duhet të dëgjoni me kujdes këshillat e më të mëdhenjve, sepse vetëm në këtë mënyrë do të mund të filloni një lidhje të qëndrueshme. Në punë do realizoni projekte gjigande nëse do dini si të veproni dhe do i shfrytëzoni rastet që do t'ju jepen. Gjendja e financave do vi duke u përmirësuar nëse merrni masa dhe ulni shpenzimet. Demi. Gjatë kësaj dite do mundoheni të jeni sa më realist dhe të mos bëni gjëra të pamenduara mirë. Njerëzve të dashur do t'ju kushtoni më shumë kohë. Nëse keni një lidhje, do i jepni më shumë prioritet se kurrë jetës tuaj në çift dhe do bëni gjithçka që atmosfera të mbetet entuziazmuese gjatë gjithë kohës. Ju beqarët do jeni të paparashikueshëm. E sigurt është që asgjë nuk do të jetë ashtu si më parë dhe do përjetoni kënaqësi të mëdha. Në punë, pavarësisht yjeve që do mundohen t'ju shpërqendrojnë, ju do arrini të qëndroni të fokusuar plotësisht tek ajo që keni për të bërë. Financat do varen nga mënyra se si ju do i menaxhoni ato para që keni. Matuni disa herë para se të investoni. Binjakët. Gjatë kësaj dite shumë gjëra do qartësohen dhe do ndiheni më pozitiv. Nëse keni një lidhje, do përkujdeseni gjatë gjithë kohës për partnerin tuaj dhe marrëdhënia me të do vi duke u përmirësuar. Nëse jeni beqar, nuk do jeni ende gati për të dalë nëpër takime dhe kohën e lirë do e kaloni me miq dhe familjarët. Do ndiheni më së miri pranë tyre. Në punë do t'ju duhet pak më shumë durim dhe mbështetje miqësore për të vënë në dritë projektin e menduar. Gjendja e financave do vi duke u stabilizuar disi. Ju do të gjeni zgjidhje të gjitha të lasheve që u kishin dalë. Gaforja. Frika për dështim do t'ju bëjë të jeni paksa të stepur gjatë kësaj dite, megjithatë kjo nuk do të thotë që do të largoheni nga bota. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj me partnerin do karakterizohet nga delikatesa dhe ëmbëlsia. Do ndiheni shumë mirë në krah të partnerit dhe emocionet do të jenë të shumta. Ju beqarët do të tërhiqeni nga disa persona që më parë i keni refuzuar. Do e keni disi të vështirë për të afruar, por do t'ja dilni. Në punë të merrni guximin të shpjegoni planet tuaja dhe do merrni plot përgëzime nga shefat. Gjendja e financave do të jetë shumë e mirë nga sa ju e keni menduar. Nuk pritet asnjë surprizë e keqe. Luani. Mundohuni të kontrolloni emocionet gjatë kësaj dite, pasi në të kundërt ato mund t'ju aprishin edhe planet që keni bërë. Ju të dashuruarit do t'regoheni shpesh rebel dhe nuk do bëni atë që do t'ju kërkojë partneri. Kjo do ndezë debate të shumta. Vetëm nëse toleroni dhe logjikoni, lidhja do t'ju konsolidohet. Ju beqarët më në fund do i shprehni ndjenjat hapur për dikë dhe nuk do t'ju interesojë as pak se çfarë thonë të tjerët. Në punë do keni disa surpriza shumë të këndshme nga shefat për në bashkëpunim me disa kolegë të vjetër. Financat do jenë të stabilizuara, por gjithsesi duhet të matni mirë shpenzimet. Virgjëresha. Dashuria është ajo që do t'ju motivojë gjatë gjithë kësaj dite e do t'ju drejtojë të bëni zgjedhjet më të mira. Nëse jeni në një lidhje, do adhuroni partnerin për përkujdesin që ai do t'tregojë ndaj jush. Ai nuk do ndalet së përkëdheluri e së plotësuari çdo dëshirë. Ju beqarët nuk duhet të hidhni hapa të kota pa qenë të bindur për atë që doni në të vërtetë. Çdo hap i gabuar do sjellë probleme në të ardhmen. Në punë jo çdo gjë do t'ju ecë sipas planeve, por sipas parashikimeve dita do të mbyllet mirë. Gjërat kryesore do t'i realizoni. Financat mund të kenë disa probleme sepse nuk do logjikoni kur të shpenzoni. Peshorja. Venusi dhe Neptuni do sjellin turbullira në jetën tuaj sot. Nuk do i shihni gjërat me qetësi dhe në disa momente atmosfera do t'ju duket mbytëse. Nëse jeni në një lidhje, mundohuni të mos acaroni partnerin për gjithçka sepse po u inatos ai mund të dalë nga vetja. As tema delikate mos i prekni. Ju beqarët do e keni të vështirë të pranoni propozimet që do t'ju bëhen e do t'ja mbathni. Nëse në punë keni për të nënshkruar kontrata apo keni për të përmbyllur projekte, tregoni shumë të kujdesshëm. Ka mundësi që t'ju dalin edhe të papritura. Shpenzimet kryeni gjatë kohës me kujdes dhe nuk do të gjendeni në vështirësi. Akrepi. Jeta juaj do përballet me stuhi dhe fortuna të njëpasnjëshme sot.
Mundohuni sa më parë t'i vini ka pak së shkuarës sepse ajo do t'ju sjellë her pas here probleme. Këshillat e të afërmve duhet i dëgjoni me kujdes. Nëse jeni në një lidhje do keni gjatë gjithë kohës debate dhe tension. Asnjëri prej jush nuk do hap rrugë dhe marrëdhënia do të destabilizohet. Ju beqarët duhet të ndryshoni rutinën e jetës dhe duhet të dilni sa më shumë. Vetëm ashtu do gjeni personin e përshtatshëm. Në punë ka mundësi t'ju propozohet një mundësi shumë e mirë të cilën nuk duhet ta humbisni. Financat do mbeten të mira vetëm nëse shmangni shpenzimet e pallogaritura. Shigjetari, sot do jeni të gatshëm të negocioni dhe të bashkëpunoni me të gjithë. Qetësia dhe harmonia vlen më shumë se çdo gjë tjetër. Nëse jeni në një lidhje, mëngjesi mund të jetë disi delikate i mbushur me debate. Dreka do të jetë më monotone dhe darka do ndryshojë plotësisht për mirë. Ju beqarët do shihni nga të katërta anët e do gjeni persona mjaft interesant. Në punë do jeni të pandalshëm. Edhe sikur të lodheni e të coptoheni, nuk do ta lëshoni veten. Me para do t'ju ndihmojnë shumë disa të afërm të largët. Britsjapi, sot do keni më shumë siguri në vetvete dhe nuk do e keni të vështirë edhe të hidhni hapa. Nëse jeni në një lidhje, ka mundësi që duke dashur të bëni shumë gjëra do harroni se cilat janë nevojat e vërteta të partnerit. Gjithsesi, deri pas dite do ndërgjegjësoheni e do dini si të kërkoni falje. Ju beqarët nuk duhet të abuzoni me joshjen dhe nuk duhet të jeni as shumë kapriçoz sepse nuk keni për të arritur asgjë. Në planin profesional, gjendja do të jetë më e mirë se më parë. Edhe nëse keni pasur situata të ndërlikuara, do i kaloni pa problem. Në planin financiar, shmangni shpenzimet e tejskajshme nëse nuk doni të vuani më vonë. Ujori, yjet do t'ju ndihmojnë mjaft gjatë kësaj dite dhe do të jeni të përqendruar tek objektivat tuaja, por ndonjëherë ngarkesa e madhe mund të bëhet shumë e lodhshme. Për ju të dashuruarit do fillojë një etapë e re e mbushur me më shumë emocione, sa pozitive, aq edhe negative. Në mbrëmje do debatoni fort me partnerin, por në shtrat do pajtoheni. Ju beqarëve do t'ju ndodhë diçka e bukur në supermarket ose në një fest ku do shkoni. Dielli, Neptuni dhe Jupiteri do t'ju bëjnë edhe më të zotët në punë dhe arritjet do të jenë më të mëdha. Edhe financat do mbeten goxha të mira. Peshqit, komunikimi juaj do lërë për të dëshiruar gjatë kësaj dite çka mund të sjellë probleme në çdo fushë. Ju që keni një lidhje do jeni shumë agresiv me partnerin tuaj dhe në pjesën më të madhe të ditës do konfliktoheni keq me të. Ju beqarët do bëni mirë të qëndroni edhe sot ashtu si jeni sepse mundësitë që do t'ju jepen nuk do të jenë as pak të mira. Pozicioni i yjeve nuk do të jetë shumë i mirë për jetën profesionale. Do t'ju duhet të jepni llogari para e prorëve për çdo zgjedhje që keni bërë. Në planin financiar do të ketë ndryshime pozitive të cilat do t'ju bëjnë të ndiheni më të qetë. Do të jeni disi më të kujdesshëm edhe me shpenzimet.